Ne do të diskutojmë tani gjërësisht për këtë çështje, do të përpiqemi të kuptojmë se në cilën pikë jemi me siguri, na ka vend për panik, cilat janë masat e marra dhe çfarë do thotë një paralajmërim i tillë nga ambasada e SBA-ve në Shqipëri. Me mua në studio është bashkuar zoti Artur Nura. Përshëndetje, faleminderit zoti Nura që jeni me ne. Keni ndjekur në fakt reagimin publik që pati ambasada mbrëmjen e dieshme, sa kaq dhe reagimet nga ne përfaqësuesve të institucioneve të qeverisë dhe të ministrive përkatëse. Çfarë po ndodh në gjykimin tuaj? Atëherë unë duke analizuar para se të vija në studio pasi komunikuam së bashku për çfarë do flasim, lexova, po themi, disa analiza të ndryshme. Në të gjitha analizat nuk bëhet fjalë për sulme fizike terroriste. Bëhet fjalë për masa të cilat janë në planin kibernetik dhe masa cilat janë në planin, po themi, modest të shqetësimeve të lëvizjeve të ndryshme. Pra, në këtë plan, një shtet mirëfilli demokratik, sipas mendimit tim, do të kishte funksionuar në këtë mënyrë. Pala teknike, ekzekutive, duhet jetë në alert maksimal. Siç rezulton nga informacionet, është në alert maksimal. Kurse pala politike, e cila padyshim vetëm mund të ngarkoj emocionalisht situatën, duhet kishe komunikuar në mënyrë private njëra me tjetër, dhe jo në parlamentin e Shqipërisë, ku të nxirreshin jo po të mblidhet Këshilli i Sigurimit, jo po presidentit të gjitha instrumentet më rezulton, për sa lexova, për sa komunikova me gjitha palet, janë në alert për ta monitoruar dhe për të mos lejuar asnjë gjë të shqetësuar. Shqetësimi që vjen nga ambasada amerikane është një shqetësim standard. Po nuk vjen nga ambasada, vjen nga shërbimet, nga CIA, nga FBI, nga gjitha të cilat monitorojnë jo vetëm Shqipërinë, po monitorojnë të gjithë vendet ku kanë të bëjnë aleancat amerikane. Dhe një nga vendet është Shqipëria në mënyrë specifike për arsye të ndryshme. Njëra nga arsyet është kampi i mujahedinëve, që është një vullnet i amerikanëve që ata të jenë këtu, ne jemi aleatë e tyre, e kemi pranuar, dhe sigurisht edhe aty nuk bëhet fjalë për atentate terroriste të modelit me bomba apo me dron. Edhe aty bëhet fjalë për shqetësime dhe jo rastësisht kanë shkuar shërbimet e shtetit shqiptar në bashkëpunim me ta apo në bashkëpunim me ta nuk e dim, por që të jenë në një moment të caktuar nëse do ndodhë një gjë, por nuk bëhet fjalë për gjërat sipas analizave të ekspertëve sigurisë. Unë nuk e vë vete si ekspert sigurie, po unë po analizoj politikisht gjithë situatën. Po, unë duaj që të ndalemi së bashku tek këto rreziqet e mundshme. Ne kemi sqaruar edhe më herët, teksa kemi diskutuar për konfliktin në Iran, fillimin e sulmeve me raketa dhe gjithçka tjetër, që Shqipëria, duke qenë pjesë e NATO-s, patjetër nuk ka një rrezik të tillë, duke patur parasysh sistemet antiraketore që kanë shumë shtete para se dronët ose raketat të vinë në drejtimin tonë. Nga ana tjetër, cilat janë mënyra të tjera që mund të sulmojnë nëse ka një rrezik të mundshëm? Sulmuar sajti i Parlamentit Shqiptar, u sulmua sistemi... Pra sulmet kibernetike. Po, sulmet kibernetike, ato kështu kanë vazhduar, edhe ato minaçat që bëjnë, kërcënimet që bëjnë të këtij varianti i kanë, që thonë do nxjerrim dokumenta, do bëjmë kështu, kanë provuar, ka funksionuar, për fat mirë me mbështetjen e aleatëve i kemi menaxhuar, përsa u deklarua dje, nuk ka dëme të pariparueshme, dëme ka në këto sisteme ku janë sulmuar, po nuk ka dëme të pariparueshme, sepse unë nuk jam ekspert i asaj, po këto mbajnë gjithmonë një backup të çdo materiali. Pra, çdo material që është në rrjeshtin e parë, ruhet në një rrjesht të dytë, që nëse dëmtohet, rrjeshti i parë në mënyrë sa më thjeshtë për qytetarët, është rrjeshti i dytë që e rekuperon të gjithë informacionin. Kështu që këtu ajo që duhet bërë është patjetër, e para një rezulton që shërbimet e caktuara kompetente për fushën janë në gatishmëri të plotë. Janë duke ruajtur në mënyrë të veçantë institucionet që kanë bëjt me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe janë duke ruajtur edhe këtu në këtë rast kur politika hyn dhe flet për e para njëherë kjo dëmton padyshim duhet ishte koncept redaksional i juaj dëmton ekonominë, sepse këtu nuk bëhet fjalë që do të kemi luftë frontale. Këtu edhe në çudinë më të madhe ndodh, me terminin Nastradinit flasim, nuk bëhet fjalë për terrorizëm të drejtë për drejtë. Ne jemi një vend i vogël, jemi një vend musliman, e gjitha këto, edhe këto gjëra influencojnë drejt për së drejti për rastin konkret, për një republikë islamike radikale siç është ajo, po një popull musliman. Kështu që të gjitha këto bien. Fakti që ti e ngren me zë në një transmetim live, kërkon Këshillin e Sigurimit. Këshilli i Sigurimit është i nevojshëm në moment të caktuar kur kemi një konfrontim ushtarak.
Padyshim që është nevojë, por kur është në punë e gjithë situata, përse duhet, për çfarë strategjie duhet folur, kur strategjinë të ofron në një televizion tjetër, është kërkuar zyrtarisht nga ambasada amerikane të japin sqarime dhe sqarimi ishte i qartë dhe mjaft koncis. Ne i vlerësojmë të gjitha informacionet me rëndësinë e tyre. Jemi në komunikim të rregullt me autoritetet shqiptare për të bërë vlerësimet në zhvillim e sipër. Pra, palët po funksionojnë. Ti nuk mund të mbrohesh ti nuk mund sulmohesh rasti turqishës domethënës. 2 herë është tentuar nga regjimi iranian për të goditur me dron Turqia dhe të 2 herët ka funksionuar NATO, jo Turqia më vete në mënyrë. Kështu që është e njëjta gjë këtu. Këto gjëra duhen ekskluduar, nuk ka asnjë shans të tillë që ne të bëjmë alertin dhe të fillojmë këshillin e sigurimit, të nxjerrim ushtrinë në rrugë, të janë gjitha egzagjerime që nuk i hyn në punë askujt. As atyre që janë në opozit, sepse e ngatrojnë edhe kur të dali që s'ka për të ndodhur asgjë, edhe atyre i bën dëm, po padyshim shqetëson opinionin publik. Po reagimi i ambasadës ishte domethënës. Po patjetër, përse ka funksionuar gjithë shteti është ngadishmëri. Pse doli ministri i mbrojtjes dhe ministri i brendshëm folën? Për të thënë që ne jemi ngadishmëri, kemi filluar punë, kemi komunikim të antiterrorit me ambasadën amerikane, tha ministri i mbrojtjes dhe ministri i mbrojtjes i referoi që ky është një shqetësim global, ne po e trajtojmë si të mirëqen dhe jemi në gatishmëri. Padyshim, nuk është një shaka, është një gjë e vërtetë. Nuk e sjell ambasada këtë informacion, e sjellin shërbimet, pra e sjell CIA dhe nuk është e thënë, sipas analizës së ekspertëve, nuk është e thënë që kanë të dhëna eksakte për një gjë të tillë. Por ato bëjnë deduksione të informacioneve që marrin nëpërmjet përgjimesh, nëpërmjet komunikimesh, nëpërmjet gjë dhe bëjnë një deduksion. Dhe thonë, duke se ka një informacion që mund të ketë një reagim në këto planet. Ky informacion thonë ju mund të jetë dhe shumë i vogël. Por gjithsesi për të marrë masat në kuadër të masat duhen marrë për shumë i madh, po duhen marrë në nivel teknik, në nivel profesional, në nivel ekzekutiv, jo në nivel opinioni politik. Se opinioni politik nuk është për këtë punë. Kur i tekalon kompetencat e veta, bën vetëm dëm. Kurse në nivelin tjetër, teknik, ekzekutiv, janë marrë të gjitha masat sikur të ndodhë gjëja hataja e madhe, po themi. Hataja e madhe jo luftë nuk ka këtu. Mirë, do ju pyes drejt për drejt, sa vend ka për frikë, panik, alarm tek qytetari? Atëre, sipas mendimit tim, që qytetari nuk ka nevojë fare për panik, ka nevojë për kujdes, ka nevojë për trajtim të rastit në mënyrën që vjen profesionale, teknike dhe jo politike, dhe sigurisht në zonën e caktuar të Manzës, duhet të sjell në vëmendje teleshikuesve që Manza është grupimi opozitar i regjimit iranian. Është njëri nga grupimet opozitare, i cili në gjithë analizat gjeopolitike që kam lexuar nuk është se trajtohet si, po themi, si një institucion i cili mund të jetë ai që ta zëvendësojë regjimin nesër. Pra shihet në mënyrë modeste sot. Dhe veçanërisht në kampin Ashraf 3, mos gaboj, kemi vetëm burra dhe gratë në moshë të madhe. Nuk kemi instrumenta ushtarak. Kemi njerëz që janë o në pension, o duke dalë në pension dhe nuk janë të rrezikshëm. Në këtë kamp, kush ka pasur si gazetar, si unë, apo nuk kushto që ka qenë në këtë kamp, kemi mosha mbi 55 vjeç. Edhe kështu që nuk janë një grup militar i caktuar. Edhe aty ka komunikime elektronike dhe aty mund ndodhin kibernetike gjërat, janë krejt normale, janë krejt mundshme, por që nuk kanë shqetësim me qytetarë, nuk kanë shqetësim as me ata që banojnë në Manzë. Pra dhe me qytetarët e Manzës nuk ka pse të ketë shqetësim, sepse nuk do ketë një sulm, do të bëhet fjalë për sulme kibernetike, bëhet fjalë për sulme terroriste kibernetike. Në gjitha analizat që unë lexova të paktën thuhet që nuk ka asnjë të dhënë të qartë për përplasje fizike të gjërave. Po konsiderohet kjo, kanë kapur informacione të caktuara në komunikime të caktuara dhe thonë që po bëhet një organizim për të goditur aleatët e siç e goditën në lindjen e mesme, jo rastisht godit Dubai, jo rastisht, po në rastin e lindjes mesme është ky alerti që bën politika sot këtu. Kurse në rastin ku jemi ne, nuk jemi lindje mesme, për fat mirë dhe për vullnet Zotit jemi në Europë, kështu që Europa ka pasur një qëndrim të ekuilibruar nga pikpamja politike dhe kështu që nuk ka asnjë shqetësim për qytetarin e thjeshtë, për institucionet cilat mbrohen nga shteti, padyshim, është në alert gjithë elementet institucional
kompetent fushës, janë duke verifikuar me profesionalizëm bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po besoj edhe me NATO në mënyrë të padiskutueshme, për të kontrolluar institucionet. Për qytetarin nuk ka pse të ketë asnjë shqetësim. Ju e prekët në fakt mënyrën se si kjo u trajtua nga politika dhe kryesisht nga opozita, sa i takon kësaj situatës. Po edhe nga shumica duhet patjetër më shumë kujdes. Patjetër që pjesa kryesore lidhet me frikën që mund ndjejnë qytetarët në këto momente. Edhe sigurisht palët politike në kuadër të akuzave me njëra tjetrën nuk i bëjnë mirë një qytetari që tani më i sheh për të kuptuar se si është situata. Ndaj thash kryesisht pala e opozitës. Si po trajtohet në gjykimin tuaj? A është normale një situatë kaq e ndjeshme të përdoret politikisht? E para unë thash që një shtet funksional nuk duhet të kishte një histori të tillë në, po themi, teatrin më të rëndësishëm, më të ndjekur të opinionit publik në parlament, në institucionin më të rëndësishëm demokratik të Shqipërisë. Kjo gjë mund t'i diskutuar, mënyrat e komunikimit janë zoti Mediu apo zoti Balla, qofse duan mund të komunikojnë me ministra drejt për drejti, nuk ka nevojë ta bëjnë në mënyrë nëpërmjet aulës së parlamentit, mund të komunikojnë me presidentin drejt për drejti, marrëdhëniet njerëzore janë marrëdhënie gjithmonë të hapura për të menaxhuar një panik të panevojshëm. Kur ti për arsye politike partijake, se politike është i bëjmë edhe ne pjesë, për arsye partijake kërkon të shfryzosh aulën e parlamentit për një gjë të tillë, padyshim që është gabim. Është gabim nga opozita. Mendoj që ata mund të kenë informacion, no? Edhe këtu patjetër rritet alarmi dhe frika. Domethënë, sigurisht nuk kam informacione klasifikuar, po unë ju referova informacioneve publike, analizave të ekspertëve, në 3 gjuhë bëj unë paktën, të ekspertëve të fushës dhe deduksioni ishte ky. Nuk është e thënë që kanë informacion për sulmet qarta, po kanë mbledhur, akumuluar dhe bëjnë deduksion për komunikime. Dhe komunikimet nuk janë për Shqipërinë vetëm, por Shqipëria duke pasur disa element praktik të cilët nxisin, po themi, analizën e duhur, siç është baza e mujahedinëve, apo siç ishin sulmet që kanë bërë kibernetike, apo prishja e marrëdhënieve në mënyrë të njëanshme nga Shqipëria pas sulmeve kibernetike, të gjitha këto analizohen në mënyrë nga ekspertët. Kështu që një politikan, po të ketë informacion, ka detyrimin ligjor ta bëjë institucionet. Detyrim ligjor. Kjo që bën tek opinioni publik është vetëm abuzim me pushtetin e mandatit që ka. E them për opozitën, po e them edhe për shumicën. Që edhe shumica, duke qenë shumicë, duhet ta menaxhoj pa nerv, ta menaxhoj në mënyrën më racionale të mundshme, sepse nuk ka të paktën deri tash, nuk ka as në ambasadë nuk ka informacion që duhet ketë në një atentat apo në një sulm apo në një dron që do vi drejt Shqipërisë, nuk ka një informacion tillë, kështu që këtu është të japim një zjarri bubulak, ta bëjmë pyll të djegur. Nuk ka asnjë sens. Përdorimi thoni ju për përdorim politik partijake është është i dëmshëm, sepse e çon informacionin në mënyrë të gabuar ke qytetari dhe ndjell panik. Dhe ky panik sipas ekspertëve të ekonomisë, konvertohet padyshim edhe në dëm ekonomik, sepse bie kush ka ca lek për të hedhur, pse ti hedhun të bëj një investim kur mund plasi lufta këtu. Po, domethënë krijohet ideja e Shqipërisë si një vend i pasigurt qoftë për turizëm, duke qenë nuk ekziston fare kjo gjë. Ti je pjesë e NATO-s dhe reagon NATO për ty. Turqia që është një vend stabil, nga pikpamja politike dhe ushtarake, nuk reagoi vetë. Reagoj në formën e NATO-s. Pra të dy dronet që shkuan, të dy raketet që shkuan për të goditur në territor turk, u asgjesuan nga NATO dhe sistemi turk i shkëputur nga NATO nuk u vu fare në veprim. Kështu që ne jemi si Turqia, pavarësisht se nuk jemi Turqia, është NATO që mbron të gjithë territorin e saj të caktuar dhe po na ndodhi gjë neve, janë sipas artikullit 5 të Tratatit të Atlantikut Veriut, reagojnë të gjitha vendet përkatëse. Mund të ketë motive kaq diabolike pas akuzave të opozitës deri në pikën e ndikimit negativ në turizëm dhe në ekonomi edhe në krijimin e imazhit si një vend i pasigurt? Unë besoj që qaj hallin pozitën që ka opozita, që nuk është entuziaste, që nuk është optimale për të, dhe besoj që bën gabime taktike dhe strategjike në komunikim. Po nuk besoj që kemi deri atë pikë, sepse kjo pastaj do ishte patjetër
injekcion që do vinte nga vendet tjera që do përfitonin, dhe vendet tjera që do përfitonin nga turizmi ka në rajon, është Kroacia, është Greqia, është Maqedonia e Veriut, janë disa vende të cilat qofse do dëmtojë Shqipëria, në këtë drejt do përfitonin në mënyrë të pashmangshme ata. Por nuk e besojnë gjë tjetër, për rastin nuk ka edhe politikanë që kanë folur, nuk është se kanë feeling me grekët apo me serbët apo me të tjerët. Kështu që nuk e besojnë gjë tjetër. Unë ju falenderoj shumë të Nura për bisedën që nda drejt për drejt me ne njerësh dhe për analizën dhe informacionet të mbarë.